Dhe do të vim në hallet e përditshme të njerëzve. Divorci, për shembull, është vërtet një hall familjar, një dramë sociale. Ku do të jetë sot çifti jon i hapur? Anë në shtëpi apo në punë? Nuk e dim. Ne gjithsesi do ndjekim çiftin e hapur. Atëre, fillojmë seancën e tretë të çështjes Tomi dhe Meri. Gjykata vendosi që shtëpia prej 1200 metra katror me obor dhe pishinë olimpike do t'i kaloj Merit, ndërsa plaçkat si dhoma e gjumit, krevati dopjo, koltuku tresh dhe ente kuzhinës do t'i kalojnë Tomit. A jeni dakord? Qa thumë, zoti gjykat, po leckën e enve nuk ma dhe? Unë nuk jam dakord, vetëm vilën edhe pishinën nuk jam dakord. Meri, mos bëj kështu tani se dhash vilën të gjithë në dy, vetëm plaçkat i lam Tomit. Hajde tani. Jo, edhe unë zoti gjykat, jam dakord me Merin, ta ndihmoj Meri, më mirë ato plaçkat që janë brenda, edhe mua më lër vilën, pishinën. Në asnjë mënyrë. Kur? Ligji shqiptar e merr në mbrojtje gruan. Ku ke parti more zotri të marrësh gruan dhe pastaj të hedhësh në rrugë? Ti je fajtori dhe umbet të gjitha. Nuk është e vërtet, si që jam unë fajtori më zoti gjykat, e të erzita që qa po Po thotë. ti vedeshe, mos e nuk dua asnjë gjë, dua vetëm Draganën. Mbaje tani. Ore Tomi. Priti Draganën, po unë me Draganën s'do jetoj në qell, as në pyll, të pak të në gjysëm shpije. Tomi, je shpallur fajtor për tradhti bashkëshortore dhe pik. Ama e mos ja fut kota she. Ama pur mos i po si ku s'ke trathuna jerë dhe ti ma zoti gjykat, ma mërë. Qa po kjo ma mërë? Ama s'ja fut kota zoti gjykat, po me atë Dragan që është, unë jam i sigurt, që edhe ti po të atakosh 5 minuta zoti gjykat, do ndahesh jo nga gruaja, po nga gjithë gratë që ke patur deri tash. Atëre shtym seancën dhe thresim Draganën të vi këtu. Ua, zoti gjykatës, mos e sill Draganën këtu se do ndahesh jo vetëm ti, po edhe kryetari i gjykatës. Mor të vi njëra ajo pa. Ja rregullojmë qefin mirë e asaj. Të hipën sipër tavolinës ajo dhe të fut një kërcim dhe pastaj kërcen të parit që gjen. Ashtu, ë? Ti Tomi çfarë thua për këtë? Si qa them, zoti gjykat, nuk ju lejoj fare të merrni në përgoj emrin e Draganës, racista! Po ti qa ke, unë po i bëj reklama, po jo. Qa reklame me nga tavolina si për njërit kërce këte kërce rande? Tu të shumë kemi arë për plaçka tu. Pusho! Meri, i ka vërtet të gjitha këto që thua ti ajo? Ua, bën një krevat Dragana që ja konkuron edhe mobilerit më të mira i konkuron. Tomi, kur të ndahesh me Draganën gjyqin do ta bëj unë, more vesh? Qa the? Si the zoti gjykat? Do ta bëj unë gjyqin kur të ndahesh me Draganën. Të ndahem unë nga Dragana, po Dragana është shpirti im. Kur të ndahem unë nga Dragana, zoti gjykat, ti dhe esh në pension. Po mirë, po vi si avokat, qa problemi ka? Avokat, atë ta shohim, va. Ua, po ti sikur më gjuaj e mua, zoti gjykatës. Meri, ty zemër, po vazhdojmë të mos kemi kërcimtare tavoline këtu në gjykata dhe na duhet një, qa problemi ka? Shumë mirë atëre, ky është fajtori, ti merr Draganën, unë marr vilën me pishin, me gjithë çka. Jam shumë dakord. Tomi shpallesh fajtor për tradhti bashkohore. Bashkohore? Kështu, bashkëshortore. Bashkëshortore? Ja, po nuk e diti zoti gjykat. Unë për tradhti bashkëshortore, unë të kap Merin në flagrancë edhe të shpallem unë fajtor. Po si jemi, e kam kap flagrancë marë buri dhe. Ke fakte? Fakte, foto. Ua, sa i keq nuk është e vërtet, ne vetëm sa ulëm pak në koltukun e ti dhe pastaj shkuam në vask. Ashtu? Ke vaska pastaj? Jo, mërë, nuk ka mundësi, Meri është gruaja përkushtuar për familje dhe kjo duket qartë. Ashtu është e përkushtuar, po që të them, nga koltuku im, ke vaska, nga vaska hidromasazh, po mi ke koltuku im e gjetem. A mu qa ke se pastaj shkuam tek hidromasazhi dhe vaska që janë të mia. Kam foto, Më trego fotot, shpejt më trego fotot. Po më ti tregojmë, se qa kujton. Hajde. Unë shqyq që i kapa. Nuk ishte një, ishte 2. Qive. Je shumë i keq, je shumë i poshtër, je shumë i keq. Foton më të shëmtuar më ke nxjerr. Mirë pra të qesim një që ke dalë bukur. Do dhe një tjetër, zoti gjykat? Ajo është më e bukur. Pa, ajo është më e bukur. I ka këtë kokë më kokë të dy.
Ja. Ua, sa Shive. mirë që kam dalë këtu. Po, ku mi gjete këta mi? Edhe nuk është fare drejtë, zoti gjykatë. Unë e traktoj me draganën 2 metrë femër, po të më trathosh me këto 2 pleqta. Skandaloze, fare, skandaloze. Çfarë thua, mo qeka e vërtet Meri, po më zhgënjen Meri. Vetëm këta dy ishin? Jo, do vinte dhe Genci, do bëshin 3. Ama Meri- mos gënje dhe ti tani mos gënje se Genci nuk erdi. Meri më ke zhgënjur dhe me që më zhgënjeve gjykata ndryshon vendimin. Ti Meri shpallesh fajtore. Jo, kësaj thojnë flagrancë kësaj, se kam edhe unë disa foto, që e kam kapur këtë në flagrancë. Ja shikoj tani. Ta shofim? Aha! Nuk është flagrant s'ka. Aha, do me thënë kjo qënë ka draganat e koltuku tresh, Kjo dragana, po pse me si me në më zoti gjykas, do dashurojsha unë me i dragan me mustaqe? Qa thu më zoti, kjo është regjistrusi popullësis, e kapi kjo nga kolarja, ma odhi mu në shtrat, jive ke kontu. Tomi, e dalova që ditën e parë që kjo ishte çështje gay. Pusho, atere gjyqi shtuet, do të marim një ekspert për vërtetësinë e fotove. Qa vërtetësi shtume, qa bëhet këshume me këto gjukata, këtu vjen macho edhe të nëzjerin gay mor buri dhe jo.